Në edicionin e sotëm të dashur dëgjues, të ftuar në studio kam pasionantin e muzikës, më konkretisht të hip-hopit. Bëhet fjalë për Yldrit Jakupaj, i cili me profesion është jurist, por pasion, siç e thash, e ka muzikën. Gjithçka rreth pasionit të tij për muzikën do të flasim në vazhdim të emisionit, andaj unë ju ftoj të jeni me ne. Yldrit, mirë se erdhe, faleminderit që ke ndarë kohën t'jesh në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit edhe prej teje për mundësinë, i përshëndes krejt dëgjues që po na dëgjojnë këto momente. Falenderoj shumë. Muzika, pasioni për muzikën, prej moshës 15 vjeçare, dhe më thonë keni filluar që të merreni me muzikë, më konkretisht me hip-hopin. Na thoni pak se si u lindi ky pasioni për muzikën? Fillimisht si gjithë besoj kum shkru shumë, kum shkru poezi, unë edhe si tip jam tip që ja pritoj me hi kështu, me dialogu me njerëz. Kom qef menimet e mia, mi mojt për veti, edhe shkrimin e kom pas si lirim që ty në emocionin fëmija, që shë thash edhe ma heret unë veç kom shkru shumë, muzika o ardhë, muna me thonë si rasisht, gjatë rrugës, gjatë që ti procesi, o ardhë edhe muzika, se kom pas me vetën e kum pas atë bisedën, thësha që të shkrime, që po i shkruj, kisha qef, apo kupton atë mosh me i publiku. Kushtet nuk ishin për shembull me i publiku me naj libër ose diçka të ngjajshëm, edhe si popull pa dash me nënçmu ose ofendu dikon, mos mu keq kuptu, nuk jena që lexojna kështu shumë. Ku menu që të tekste mi qiten në audio, po më kupton, edhe mungu, janë 2-3 minutë edhe me qëto ideja në fillim ju më kona, po kupton, po me përmbledh si krejt që to shka thash, muzika o ardhë rasisht, nuk është që e kum planifiku për shembull. Ose dhe që ndoshta trashëgoni dikë. Jo, në familje nuk trashëgoj kërkon që u marrë me artë ose me muzikë ma konkretisht. Të shkruara keni 150 këngë, një numër shumë i madh i tyre janë të papublikuara, ndërkaq një numër prej tyre vetëm i keni publikuar, madje keni edhe një album që keni publikuar diku në vitin 2012. Na flisni pak, ju lutem, se cilat janë temat që i trajtoni në këngët tua, edhe kush ndoshta ka qenë ai personi që ua ka ndriçuar rrugën të shkoni drejt hip-hopit? A ka pas ndonjë model që e keni marrë edhe keni vazhduar sipas tij ose saj? Normalisht ka pasu si ri ku mgu ato grupet e para në Kosovë që jënë konë, nuk muna tash me thonë që si ku mgu, apo kuptan, po nuk kum pas na i dollë, për shembull me thonë si që kë po du më bo, ose diçka të ngjajshëm, apo më kuptan, po pse, do të thonë, ose ndoshta ndonjë i huaj që të ka pëlqy ndoshta gjatë kohës kur keni filluar të shkruani, të këndoni, s'ka qenë ndoshta dikush që ke thënë, më pëlqen. Jo që të bësh sikur ai, po ndoshta që ju ka nxitur që të vazhdoni me hip-hopin. Unë të thash, mos përsëritem, unë në fillim veç kum shkru. Po. Nuk e kum pas as vet idenë, ku më ka du me shku me këta, as çka më ka du me bo. Që se thash edhe ma heret muzika ardhë krejt rasisht, unë në tekstet e mia, unë foli për shembull për eksperiencat e mia, për përditshmërinë tem, për venin tem, trajtoj tema ndryshme që secili prej neve përballet me to çdo ditë. Edhe unë muzikën e shoh si me shku te një psikolog për shembull, se krejt ajo energji që kamuflohet kështu mrena meje,
unë veç e qes në mikrofon. Zbrazet në letër. Po, edhe mikrofoni është diqysh se ky as nuk të kundërshton, i kallëzon çka dush, ky kur nuk thot nalo, apo Çdo gjë pranon. Çdo sane ky më ngon me një fjalë, apo Po, kupton. po, patjetër. A e mbani mend këngën tuaj të parë? Po këngën tem parë e moj shumë mirë në men u kon, edhe faktikisht më keshet sot me atë këngë. Pse? Paj 15 vjeçar për shembull, ju më kon pak nashta ma arrogant, ma agresiv në atë kuptimin. Konga parë mos t'i iki pyetjes u kon unë po vi u thirr, edhe pak më kujtu e di shumice, po më ne e di krejt kongën, hala qysh tekstin e kongës, u kon Hajde pak diçka? unë po vi shumë shpejt, unë po vi largoni krejt. Apo kupton, shumë më keshe tash me atë ku, apo kupton si 15 vjeçar largoni krejt. Këse largoni të gjithë rivalet, a? Menja një fëmijë muna me thonë që shto ka konceptu atëherë artin, muzikën. Po, që me thonë, unë kongën e parë që e kum bo në studio profesionale, nuk u kon studio kështu të thjesht. Kom kujtime jashtëzakonisht mira gjatë qasoj periudhe kur u realizu që e kongë. Dhe faktikisht, procesin i kongës mu më knaqë shumë. Po menoj, nëse zgat qaj procesi i kongës 2-3 javë, një muj, unë mëra në qësaj periudhe kohore, jam jashtëzakonisht i lumtur, se kysh na non-stop jam rrjedha qasoj pune, shprejna, e di që jam të shprej, të liru, që se thash tash mos të përsërit na shumë shpesh, muzika është si me shku të një psikolog për mu. Ilaç për shpirtin. Përmende se shkruani tekste me tema të ndryshme, nga jeta, nga përditshmëria, po konkretisht, çka trajton në këngët tua? Ja, për shembull, unë po vi, largoni krejt, është ndoshta konga parë. Po, normalisht, është një temë edhe është një mesazh, po tjera çka konkretisht trajtoni brenda këngëve? Po për shembull tash këtë periudhën e fundit, tash edhe vetë ndjej, kështu që jam pjek muzikalisht shumë ma shumë, jam shumë ma i përgjithshëm, jo që s'jum kon përpara i përgjithshëm në mesazhe që i kom përcjell përmes muzikës tem, po tash jam pjek edhe si njeri ma shumë. Për shembull këtë periudhën e fundit, qit periudhën 1 vjeçare ose 2 vjeçare, nuk është që kom publiku shumë këngë të reja, se nuk e kom primarën e muzikën, unë nuk jetoj hip-hop për shembull. Hip-hopi për mu është veç kur mush na diçka, kur du me shprej, e shkruj edhe shkoj incizoj. Nuk është unë jetoj non-stop hip-hop, as shoqënia jem, unë krejt për i shoqënis tem, as njoni nuk ka lidhje me muzikë, unë jetoj krejt një jetë ndryshe për muzikës. Në këngët e mia që shpyte, që edhe thash edhe ma herë, trajtoj për ditëshmërinë tem, çdo sen që më rrethon unë e qes. Për shembull vlen më cek, edhe kisha pas shef me cek këngën Pesimist. Po. Konga Pesimist, muna me thonë konga ma personale jemi. Gjitha kongët janë personale. Ti e cekë ma herë që the ka edhe plot kongë që si kom publiku. Për të vetëm në arsye nuk i kom publiku si janë jashtëzakonisht personale. Jo që tut na pi para gjykimeve ose gjykimeve të njerëzve, po janë kongë muna me thonë shumë të ndjeshme. Edhe e ku menu se nashta një dëgjues mundet me konë qasi periudhe kohore, to e kalu që shonë ju më konë që ato në qatë periudhë, edhe ku menu mos muna mi bo keq. Se kur jenë qasi situate, një fjalë mundet me ndiku qofë për mirë, qofë për keq. Edhe që kjo muna me thonë është e vetë mi arsye që shumicën e kongve nuk i kom publiku, si janë shumë personale, edhe janë shumë ndjeshëm, unë e qështu të pak në konceptoj. Po. A mendon ju drejt pra që ti përmbledhesh në një libër nëse jo në studio ti placosh?
Po menojnë tekstet e... Tekstet e këngëve. Unë nuk e di, se kom menu këtë pjesë me të thonë drejten, nuk e kom menu. Po pse jo, nëse në të ardhme, pse jo, pse mës me bo, për shembull. Patjetër. A shkruani për të tjerët? Jo, nuk kom shkru asnjëherë, shkruaj veç për veti, se unë nuk e di çush ndjehet për shembull, unë muj me shkru ndjenjen tem, po nuk e di diçysh më duket si me shit shpirtin, apo kupton, se nashta po dal edhe unë shumë tu e lavdu ashtu vetën, shpirti, si me konë unë farë të pakja, ku po dion, po për një mes di, edhe fatmirësisht nashta nuk kum pas nevoj kështu se financiarisht për me bo tekste për dikon tjetër, kështu që edhe me thonë drejtëm pse mës me konë realisht, nuk kum pas kështu oferta për dikuj me më thonë apo ma shkruan një tekst. Po mbase edhe nëse ofrohen, pse jo, nëse ka dikush kërkesë, pse jo. Po nëse është projekt që ja vlen, pse jo, ajo është e mirë se ardhën për mua, ajo s'diskutohet. A e mbani mend momentin ose cila ishte një situatë që juve ju erdhe në mendje të shkruani muzikë? Kush ishte ai momenti, a e kujton apo ndoshta vetvetiu si ndodhi? Po se po kalon njëri prej temës në temë dhe e nisa ma herët që temë, po që kalova kej diçka tjetër. Që thash ma herët konga Pesimist është një ndër kongët ma personale që e kom publiku dhe i tash. Edhe momenti që kush më ka shty ashtu për me shkru, u konë situata luftës në Kosovë. Unë si fëmi, në krahasim me shumë fëmi, gjeneratës tem shka kanë përjetu, unë nuk kom përjetu asi gjana, për shembull, po tash se cili fol për çato që i ka kalu, për eksperiencat e veta. Edhe, përmenoj, lufta u konë seni kryesor që më ka shtimu me shkru. Se kum qitë kejt ato trauma që i kom përjetu gjatë luftës, i kom qitë në shkrim, edhe që kjo mu më ka një mu shumë për shembull. Që shë thash edhe ma herët, më falë, te konga Pesimist foli konkretisht për që temë për shembull edhe që ato pasojat e luftës që kanë diku të unë. Po me përmbledh me një fjalë, lufta u konë, muna me thonë ajo shtysa që më ka shti mu me shkru. Edhe që keni arritur të shkruani 150 këngë. Kush është këngëtari që do doje të bëje një duet, qofti huaj, ose edhe shqiptar, me qenë se një bashkëpunim vetëm e keni me këngëtaren ton Irma Ljubohova, tek kënga Mam. Na flisni pak kush është këngëtari që dëshironi ta vazhdoni bashkëpunimin, edhe pak na flisni për këtë bashkëpunim, si erdhi edhe sa jeni i kënaqur me publikimin e kësaj kënge. Ka plot artistat mirë, në përgjithësi kështu në shqiptari, ajo s'diskutohet. Normalisht ka dhe plot artistat që më pëlqejnë edhe që kisha bo këngë. Po ma konkretisht për shembull për momentin jo që po du ashtu më shitun dhe me kush jam, po nuk e kom menu, nuk kam. Për shembull pej hip-hop artista këtu vendor të Kosovës, më pëlqen është ti sigurisht e një edhe publiki e din, është Ellinell, është një reper këtu i Prishtinës. Mu më pëlqen mënyra që shkrunaj, që ndjenjën e vetë, që shpreja edhe e qetë në kongë. Me ato e kisha bo kështu një bashkëpunim pa e menu kështu 2 herë, se edhe gjatë intervistave sa më karo me po shpesh edhe menimet i kena të njëjta. Edhe besoj që me ato kish mujt me dal një kongë shumë e mirë, se edhe stilin thuja kena shumë të njëjtë, po ka dhe artiste për shembull shumë të mira në Kosovë. E kisha bo për shembull edhe një kongë me Arilena më pëlqen, Arilena Ora. E kisha bu edhe një kongë, pëlqen shumë edhe Aleksandr Gjoka. Tash sa ishin për shtatë, nuk e di. Ajo është rockera, po?
Po, mi Shqipërisë, Po, i është Shqipërisë, po. ka shumë, edhe ka mas kësaj interviste kanë më kujtu edhe shumë tjerë, edhe ku me thonë, pse s'thash Pse për s'thash edhe qëta, për për qëta, për qëta, po, qëta janë qëta Po. artistat që e kisha bo një kongë shto pa menu dy herë. Po bashkëpunimi me Irma Libohovën, si erdhe? Momenti kur më ka thirr Irma Libohova për bashkëpunim, me thonë drejten, ma ka rrit një farë dozë të vetë vlerësimit tem artistik. Se gjithë e dim, i njohim faktikisht motrat Libohova, jo s'diskutohet. Konga mam është e Irmes, nuk është e jemja, unë jam mësafir të ajo. Po çka më ka pëlqy të ky bashkëpunim me Irmen, është ajo liqëmeria që ma ka ofru ajo këngëtarja mu. Në momentin që më ka thirë, më ka thonë, ti ku mgu kongë tua, më pëlqen jashtëzakonisht mënyra jote të shkrimit edhe ti të kjo kongë shprehu qysh dush, nuk më ka kushtëzu me një fjalë. E që kjo më ka pëlqy jashtëzakonisht shumë të Irma Libohova dhe konga mam është dëgju shumë edhe ku marrë shumë komente të mira rreth asaj konge, kështu që unë me hi me ngu kurse ka ngu. Patjetër, me kënaqësi unë vetëm e kam dëgjuar atë këngë edhe është vërtet është e bukur. Me profesion jeni jurist, a na thuani ju lutem se si e balanconi profesionin me pasionin? Unë që thash edhe ma herët, nuk jetoj hip-hop. Apo kupton? Unë kur mushna ashtu mrena, ullna shkruj, qatë tekst vije incizojnë në studio dhe nuk është shumë e vështirë mi balancu profesionin edhe pasionin. Se edhe unë nuk kam për shembull agjen në gjeshun të koncerte ku për dion, është shumë e thjesht, shumë e thjesht. Studion e keni tuajën, apo? Jo, studion nuk kam pas asnjëherë faktikisht, po në studion ndryshme kështu na për Kosovë, ka studio mjaft profesionale këtu te na, ka djem që punojnë shumë mirë, kështu që kur du me incizu, shkoj në studio kështu të ndryshme. Si duket një ditë e juaja? Një ditë e jemi është krejt e thjesht, krejt normal, sikur se cilit njeri këtu që jeton në Kosovë, qonan me ngjes, e kem një biznes familjar, shkojmë punë me prindin tem, me babin, 8 deri në 4, kthehem në shtëpi, njëjtë, kur qohë për shembull nuk ka ma ndryshe se krejt ta njerëz tjerë, edhe unë ballafaqona me shumë probleme të këtij veni, ballafaqona me situatat e njëjta si kur çdo si se cili, kom kriza dhune, kriza financiare, kom kreditna, krejti kom, kur gjos nuk dalloj pi njerëzve tjerë. Përkundrazi ka njëherë nështë shumë ma mirë jetojnë 60-70% e popullit se unë me... Po jenë probleme që se cili ka, nuk është në sen. Gjithsesi, a kanë të drejtë të rinjët Yldret që sot janë shumë pesimist? A është ky pesimizmi në dozë të tepruar, apo? Sipas mendimit tënd? Besoj që po, deri dikun edhe i arsytoj, po sot du ne shët e të rritë, për shembull, menojnë që çdo sen ju vjen fal. Apo kupton? Tash edhe këto rrjetet sociale kanë bo ato të vetën, menojnë që qa po shohin rrjetet sociale duhet me konë edhe një jetë reale, që faktikisht është shumë gabim, po që shë thash ma heret edhe i arsytoj dhe i dikun, se edhe mu shprej kështu ma shqip, ma popullor që thojnë në Kosovë dhe dyqysh ka njëherë dhe nuk i shka bën. Nuk i me shka mu marë, nuk i aktivitete, nuk i s'po di qysh, sa do munohesh ka njëherë dhe me motivu vetën e me, po jenë do probleme dyqysh shumë pa nevojshme që mundet me ta prish ditën, javën, muin, po duhet me gjetë, mu munu me gjetë pak vullnet, motiv për jetën, jetat është shumë e bukur me ditë me jetu, edhe faktikisht kur e ka një i shnetën, është ma i pasunin në këtë botë. Gjithsesi. Kur e ki shnetën i ki krejt. Patjetër. Ku e shihni juve veten
pas një periudhe, të themi ndoshta hajde 5 vjet, 10 vjet, gjithmonë flasim Kisha për pas shef, muzikën. unë jam një tip që nuk bëj plane kështu për të ardhmen. Shka do që vjen, mirë se vjen. Amo kisha pas shef për shembull me pa veten si prind, Okej. një të ardhme të afërt, pse jo, i du jashtëzakonisht fëmit, fëmit janë pika jeme dopt. Edhe tash që po shohim që të situatat na përbohet që po janë pesha që po ndikojnë shumë keq gjendjen tem emocionale dhe pe urrej faktin që tash ju mbu shumë emocional. Çka konkretisht Ulldret? Po, pe urrej faktin që ju mbu emocional se jeta edhe njerëzit nuk janë drejt, apo kupton? E çdo pa drejtësi, pa rregullsi, pesha që po ndikon keq te unë, apo din emocionalisht. Po mos më ik pyetjes tone, kisha pas shef në të ardhmen me kriju një familje, Po. edhe me dash zoti e kom shnetën, tjetër s'kisha lyp në i sen. Jom shumë i knaq me qito shka i kom Deri me njët, e tani që falenderoj zotin çdo ditë për qito shka i kom. Nuk jam asi tipi që pretendoj shumë, unë me pak nos, s'po du më shit ashtu modest as kur gjo, po ata që më njohin e dinin. E din se vërtet jeni tipi tillë, po edhe kështu dhe i ka marrë informacionet. Jam shumë i knaq me qato shka i kam, e falenderoj zotin, unë çdo mëngjes çona, Po. veç shnetën me pas, kur ka një i shnetën, besoj që çdo sen e Po, ka. ajo është edhe më rëndësishmja. Prapë nuk do t'i iki muzikës, edhe pak do të flasim për këtë pjesë. A mendon që në një të ardhme të afërt, pra nëse nuk po bën plane në lëmin, po mënej në këtë fushë siç është hip-hopi, po a ke mendu ta ndrosh zhanrin, të kalosh ndoshta në popullore ose muzikë klasike? Jo, unë edhe faktikisht edhe qitë llojin e muzikës që e bëj, më fal, ka momente për shembull që e kam një farë demoralizona ashtu me veten, thëm, a ja vlen me e bo, tash jën bo do vjet, ma mirë mu marrë me do punë tjera, po kupton? Jo, nuk e kom menu, edhe nuk e besoj. Edhe qitë muzikë që e bëj nashta edhe shumë pak vjet, edhe e ndërprej, apo kupton se jeta i ka ato etapat e veta, po nuk shkon gjithë njëjtë. Po nuk menoj, jo, se besoj, jo. Vetëm edhe diçka, në mesin e këtyre këngëve që i ke të papublikuara, thatë se disa prej tyre apo një numër i konsiderueshëm është jeta personale e juaja. A ka ndonjë këngë tjetër që ndoshta nuk shfaqet jeta personale dhe që do të kishit mundur t'ja ofroni ndonjë këngëtare? Ndonjë tekst? Qysh e thash edhe ma herët, tekste nuk kumbu, po dhe nuk ja kisha jap. Sa arsyeja vetme pse si janë publiku krejt çdo këngë është se cila është pjesë e jemi, është ndjenja jem që aty, janë eksperiencat e mia. Po në rregull, ama ka diçka që ndoshta nuk është e lidhur konkret me jetën personale dhe që normalisht që ka, se njeri ka njëherë dhe e shfrenon atë fantazinë, ajo është e padiskutueshme, po edhe kisha mujt mja ja, për shembull, pse jo, nëse ati ose asaj ju kish përshtat qaj projekt, pse jo? Tek e funit është vepër e jemja, vetë se e interpreton dikush tjetër, artistin fjalë. Cili do të ishte një mesazh që e drejton tek rinia, më konkretisht rinis do t'i drejtohemi sot? Rinisve që kisha thonë, mi jo largu senëv dëmshme që ka jo bojnë dëm njetë, me punu, me falenderu Zotin për të mirat që i kanë edhe mi jetu jetën qashtu qështu ju pëlqen. Ashtë edhe si jam unaj që muna mi mësu njerëzit, po që kjo është menimi jam. Kur e kish netën, unë e kom parim njetë, kur e ka një ish netën, është një me i pasun në botë. Kështu që kur e kish netën, pse me e dëmtu vetëm për shembull. Ky i shkon mesazh jam, pika të shkurta. Patjetër. Drejt, unë po të falenderoj shumë për kohën edhe për këto informacione që ke ndarë
me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Dhe unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për mundësinë. Të jam shumë falenderues, sinqerisht.